Brenda shtëpisë së Big Brother, tensioni arrin një kulm kur Eliona dhe Benita përfshihen në një debat të ashpër dhe plot emocione. Atmosfera në dhomë bëhet menjëherë e ngarkuar, dhe çdo fjalë që bie ndërmjet tyre duket se është një goditje verbale e drejt për drejt. Eliona, me një ton të fortë dhe të vendosur, i thot Benitës se ajo është vajza më e përdalë dhe nuk ka asnjë respekt për rregullat dhe marrëdhëniet brenda shtëpisë. Fjalët e saj bien rënd dhe krijojnë një tension të dukshëm, ndërsa banorët e tjerë që ndodhen pranë fillojnë të vëzhgojnë me habi dhe pak shqetësim për intensitetin e debatit. Eliona nuk ndalet këtu. Ajo vazhdon të përshkruajë sjelljen e Benitës, duke thënë se ajo ka shkuar te krevati i Limës dhe se veprimet e saj tregojnë mungesë përgjegjësie dhe moraliteti. Çdo fjalë e saj duket e qëllimshme dhe e menduar për të treguar një realitet që ajo e sheh brenda shtëpisë. Banorët e tjerë ndjejnë tensionin dhe disa përpiqen të ndërhyjnë, por shumica thjesht shikojnë me habi dhe shqetësim, duke kuptuar se debati nuk është thjesht një përplasje e zakonshme, por një moment emocional dhe dramatik. Benita, e cila ndjehet e sulmuar dhe e përballur, përpiqet të mbajë qëndrimin e saj, por fjalët e Elionës e lënë të tensionuar dhe e acaruar. Ajo ndjen nevojën të reagojë, por gjithashtu e kupton se çdo fjalë që thot mund të përforcojë debatin dhe të shtojë tensionin brenda dhomës. Ky moment e bën situatën të duket edhe më dramatike, pasi dy vajzat qëndrojnë përballë njëra tjetrës me vendosmëri dhe mbledh, duke përzier emocione të forta me fjalë ofenduese. Debati vazhdon dhe Eliona shton se sjellja e Benitës është e dëmshme për gjithë dinamikën e shtëpisë. Ajo thekson se veprimet e saj nuk ndikojnë vetëm të Lim, por gjithashtu të marrëdhëniet mes banorëve të tjerë. Çdo fjalë e saj ka një ton kritik dhe fuqishëm emocional, duke krijuar një ndjesi se kjo përplasje nuk do të përfundojë lehtë. Banorët e tjerë ndjejnë çdo fjalë dhe përpiqen të interpretojnë. Se si do të ndikojë kjo situatë në marrëdhëniet e tyre dhe në lojën brenda shtëpisë. Energjia e momentit bëhet e padurueshme. Eliona vazhdon të përsërisë pikpamjen e saj dhe të përshkruajë me detaje veprimet e Benitës, duke i dhënë rëndësi çdo detaji dhe duke e bërë debatin të duket i gjallë dhe i tensionuar. Banorët ndihen të përfshirë emocionalisht, disa e shikojnë me kuriozitet, të tjerët me shqetësim, ndërsa disa përpiqen të kuptojnë se si do të ndikojë ky debat në ditët në vijim brenda shtëpisë. Ky episod shfaqet si një nga momentet më të tensionuara dhe dramatike të ditës në Big Brother, ku mlefi, zemërimi dhe fjalët e drejtpërdrejta ndërthuren për të krijuar një histori të fuqishme emocionale. Publiku ndjehet i tërhequr nga konflikti dhe emocionet, duke pritur të shohin se si do të zhvillohet më tej debati dhe cili do të jetë ndikimi i tij mbi marrëdhëniet dhe lojën brenda shtëpisë. Debati vazhdon për disa minuta dhe çdo lëvizje, shikim dhe buzëqeshje ironike e banorëve